Njeriu ka emocione dhe shpesh ai ka shumë të fuqishme. Mirë po, pse ka dhënë Zoti mend dhe logjik njeriu që ajo logjik nuk është se i shkatron emocionet, po i ruan ato emocione dhe nuk i lejon që ato të marrin vendime nganjëherë kundra vetes së tij. Po edhe në këtë raste, martesa është vendim shumë i rëndësishëm, nuk është i rëndësishëm vetëm për një tri dhe një tre, po është për gjithë, po themi, familjet e tyre, për shoqërinë. Nuk është prindi apo në këtë rast për të prishur zemrën, emocionet, për ta prishur atë dashuri. Jo, ajo është për ta përforcuar atë. Dhe ideja është nëse vendimet janë shumë emocionale, për fat keq janë shpesh shumë emocionale, pa njohësi, pa kritere, në këtë rast ajo martesë do të dëmtoj edhe këtë çift, por do të dëmtoj edhe familjet e tyre, se prindi dhe familja nuk ka për ta hedhur rrugat, nuk do t'i thotë vete e deshe, vete zgjodhe, bëj çfarë të duash. Prap ajo mbetet vajza e atyre prindërve, është djali atyre prindërve. Pra, është mirë t'i sqarojmë të rive që këto nuk janë për të penguar, po siç e përmend janë filtra dhe janë përforcues dhe janë suport për këta të rinj që ato ndjenja dhe ato emocione që kanë, ato të jenë të shëndetshme dhe të mos jenë sot për nesër, po të jenë në vazhdimsi.